Ju duhet dini se vetëm me tunelin e Llogaras janë vjedhur 97 milion euro të pastërta. Po unë ju them ju se me unazën e Tiranës janë vjedhur të pastërta 320 milion euro. Me unazën e Tiranës janë vjedhur të pastërta 320 milion euro. Me aeroport në Vlorës, 140 milion euro. I njëjti grup, e njëjta bandë. Por që nuk cilësohet organizat kriminale, nuk cilësohet, po më thoni mua, çfarë dëmësh më të mëdha kanë bërë një grup kriminal ordiner? Cili për e tyre ka kriju kaq dëme kolosale në buxhetin e qytetarëve shqiptar më shumë se këta? Çfarë duhet të ketë? Çfarë kushte duhet të plotësojnë këta? Që prokuroria t'i shpallë organizat kriminale përveç faktit se janë zyrtarë dhe nuk do t'i quajë të tillë? Ndaj dhe ata hidhen. Ndaj dhe kanë ndryshuar mediat e tyre si lukuni, me akuza monstruoze, me akuza të turpshme. Se u bë mbështeti, se po përmbyset kushtetuta, se po përmbyset një kushtetutë dhe një kohë kur ajo që është e pafalshme, e papranueshme, është sepse nuk janë kualifikuar si grupi strukturuar kriminal apo organizat kriminale. Dënojmë ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim. Kërkojmë me urgjencë rivlerësimin, rikualifikimin e veprës tyre. Nuk mund të kalohet nga një vjedhje madhe një vjedhje tjetër të madhe. U zhdukën 400 milion euro të incineratorëve. Tani janë me qindra milion tjera dhe përsëri s'kemi grup të strukturuar kriminal. Nuk kemi organizat kriminale në një kohë kur Edi Rama kryeson një organizat të vërtet kriminale që është qeveria e tij.